Na këtë e dina se kena me lanë këtë dunja. Këtë e dinë se kena me dek. E dunja saa fej'alha ta'atan. Këtë dunja janë një sahat. Këtë dunja janë një sahat. Këtë sahat japja Zotit në dhurim. Këtë e dinë se kena me dek. Bile këtë e dinë ma shumë se kena me dek se sa ka Allah. Mëshirën tënde Zot shpresoj. Këshire veprën e njerëzve, këshire jetën e njerëzve. Ata qonë mallin se janë të jetu që kanë me dek, ata qonë mallin se janë të jetu që s'kanë me dek. Këtë njerëz do të po me po kena me dek, ama le brahat. Ma dje, apo qëfar thonë? Punon këtë dunja sikur s'ki me dek kur. Mi abo refsh pa vetë, sa po. Punoti këtë dunja sikur s'ki me dek kur. E që ishtë s'ki me dek kur? Por shkak se është e fështirë njerëzit me dalë për iluzionit, e ka pru Allahu Gjelluara këtë qembu. Sa është e fështirë njeri me dalë për iluzionit? Iluzionit dunjas. Shiko njerëzit, për dit i për cilë njerëz, për dit dhesin, prap thonë, a ka diçka ka parës? A kena më banë shtetë ma i forë? A kena me integru? A kena e kështu më ra? O burë, shiko njerëzit, sa kanë dëshirë me pështu për Covidit? E lusmi Allahu që Allah dysharon së murit e muslimanëve. Me të largon këtë bela. Mirë po, a veç piksat më usharuar. E në ahiret, funit Covidit dhe veç di mundësi ka, se ka të rejtën. O pështon, o të merë. Së janë të rejtën. A në ahiret, pi gjenemi, ku vaksinohesh? Ku e merë ilaqën? Ku shqetë pi atyna? Ky shembu i dunjajës në animon qëfar? Me dalë për i fantazive, dilë për i fantazijës. Thëtë Allahu Gjellola, që unë për ja u kazoj që shanë dunjaja, këshyrë në që shanë. Bane e rejtët vetën, ju hopni. Si sa dush thuj, ja ba unë e larë kur ka me dek. Shka dush thuj ti? Kej që të shka kanë dek, që ashtu kanë menu vëllaj. Kej që të shka kanë dek, kanë pas plane, e projekte, e dëshira, e knaci, kanë thonë, kanë e me bokshtu, e kanë e me bokshtu, i ka morë Allahu Gjelluar. A pëse si këtë dunjati, ku i shpijen, ku e kiti? A e disa njëre ka pas shpijen që ti? Vëllaj, mësë mi pas morë Allah, të si në ndreshe shpijen që ti. Me pas ti, babgjishin e dhej që ka u kanë ati. Mësë me pas kanë e dhe sot. Vallaj s'lik e zame ba, o shpja ema kjo. Kini pa disa, i kam bo 90 vjet, nuk shlëm pe heq. Do të eme aga heq, dherin fund. Me ta pasën Allah i babgjishin e dhejt. A bambe që tu një tritare me malan. Allah e ka morë kejt, që edhe ti të ardheni, apo? Edhe ti kimi ashlu dikuj të rejnin. E a ka mundësi që kjo e cila veç shpejt kalojnë arenët, na mingull kam ta? Andaj kjo dunjojnë që sa në ujit, a më në kap? Kur kush së në kap kjo dunjojnë? Po da pishov na plot po munohen me kap. S'munësh me kap ata. Andaj Zoti unë xhelel e ka prue shembullin e dunjas si shembulli i ujit. Pse? Dunja është e pakapshme dhe është rrjedhse. Allahu mbi dunjan e zbaton ligjin e vet që e zbaton mbi ujin. Çka i bie kjo? Dunjaja vepron me ligjet e veta. Sa dush ti nervozoj. Ajo ec punën e vet. Por shembull ti ki që donjë më thon vaktit na lupe pak. Që njëni kuran 20 vjetë, qa ka qef? Na lupe pak. Apo, kur i ki do të mira, apo, qka ki qef të parën herë? Që ki shpi, ki kitë mirat. Cila dëshira e vetëme? Me mujt me nalë këtë sahat. Ama s'nalët, rrjetës është. E Allahu Gjellalu pse e bje këta? Me menuar. Oju njërës, kjo botë rrjetës, unë do t'i zbatoj ligjet e mija. Sikur që zbatojt ligji i ujit. Kini pa ujin, ka do që e blokonaj, e gjeni ujt. E izolim, pse? Uj, thot, e gjenë një birë atje. E pse? Se është tabiat i ti. E tani dunjaja, ti sa dush blokoje. Mare, shko të doktorët matë mirë, parët matë mira, matë majme. O doktor, be mu hapat, sa dush hapa, sa dush mjek, sa dush pare, deporton vdekja, të merë. Disa njerëz janë me shnumër. Allahu që ka përmen në Kur'an. Se kena kriju prej gjenjëve dhe prej njerëzve. Për çfarë? Për me mu gjenemin, Allahu në rujti. Dikush thot, po a nuk ka për drejtësi, po këshira jetën që banaj. Këshira ti jetën. Gjenemi dhe gjeneti janë punë të tua sot. Ti e ndrejtë ata. Po njeri për nga tabiati është gabimtar. Allahu gjeloj thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ti kina falë këtë gjunahat. Se njëri e gabimtar.
Vallahi veç me e la shikimin e haramit sa istikfari duhet. Veç me e la sa farë si kina bona ta njetën, sa istikfari duhet me bona. Sa të shmi thanë Allahut, më falë o Zot, më falë o Zot, më falë o Zot, më falë o Zot. Kush vjen këtë dunja, do të lagët, do të përlijet me vështirësitë e kësaj bote. S'ka pa u përli me vështirësitë e kësaj bote. Mirë po çkash, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, wa khairul khata'in at-tawwabun. Ma i miri për këtin vetë përlimve me gjunahe dhe me vështirësi dhe me gabime kusha, ata shka pendohen shumë. Ndunja nuk ka të pagabushëm, po ka shumë të pendushëm. Sa për njerëz ju ka dalë dunja e për kontrole. Zëngijet me kur gjanë vallaj. Keti ka edhe pak, edhe pak, edhe pak. Milionat, miliardat, trilionat do mi babi parë. E ka në tabiat me pas, apo? E kjo me ba me dalë për kontrole. Qka bat? Qa ba me dalë për kontrole? Të mbyt Allahu që a thot, po nuk e kanalizur t'ju dunjajën, ujin ju marrë me veti. E si kanalizohet? Si kanalizohet? Me urdhët Allahu Gjelle Gjelal. Tu ju bindë Allahu Gjelle Gjelal. Ti me ibadet. Ti kur ju bindësh ati i cili ka kriju dunjajën, a i ta nalë. Këto që janë, që ka nalë shumë për i transmitinëve, që i thojnë Allahu të që janë të o Zot, ljep për mleje ti marrë këtë me veti. A dhe thot, jo. Shiko Muhamedi s.a.s. Kitë dunjajën e ka nështruhe. Ku mundet me dikush me ta nështru dunjajën? Shiko sot e moda. Si sot sa fesadi sot në bota. Mirë po kur Muhamedi s.a.s. ishte Rasulullah, i dërguri Allahut, Allah i tha, të është, ti, meri se të shajki me veti, pak, ketë ka me ti prune me të nështru tije. Dhe kjo ka ndodhë. Ketë dunjajën e ka nështru Muhamedi s.a.s. Deri para 100 vjetëve, deri para 100 vjetëve musliman dhe kam pas këtë dunjajën dorë. Se kur i ki punt me të madhin, a i cili ka kry dunjan, yje, e univerze, e planetet që ka për ti i shëtit. Sa ma i bindë që mdaj Allahut, sa ma dunjan e ki kontrol. Sa ma rebel ndaj Zotit, del dunjan e kontrol. Andaj të pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush nuk e ka breng Allahun, se ka gajlë Allahun cëllën lugin dunjajës, shkatrohet. Mëse me nëse më sanena i dhimë është dikun. Nuk qanë as qilli, as toka për ata i cili që ka bindë Allahu Gjellë Gjellalu.